Fjala sot. Grua. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është grua. Kjo fjalë është bërë pothuajse leitmotiv në shoqërinë tonë dhe për ditë ne dëgjojmë për të drejtat e gruas, për liritë e saj dhe për barazinë midis gruas dhe burrit. Sigurisht, gruaja ka treguar që është një shtyllë e rëndësishme për familjen dhe për shoqërinë në tërësi. Por a e dini se shumë gra janë figura të rëndësishme të shkëlqyera në Bibël dhe se Perëndia i ka përdorur ato në mënyrë të fuqishme? Ndoshta disa do të mendojnë se kjo është e çuditshme dhe se nuk ka mundësi që një grua në kohën kur Jezusi eci në tokë të trajtohej me respekt dhe dinjitet. Prandaj, ne ju ftojmë të na ndiqni në programin tonë të sotëm për të parë se vetë Jezus Krishti e ka për zemër figurën e gruas dhe se vetë Perëndia dëshiron t'i përdorë ato në mënyrë të mahnitshme. Mua më pëlqen shumë toka e shenjtë. Një nga gëzimet më të mëdha në jetën time është të shkoj në Izrael pothuajse çdo vit. Unë kam drejtuar 20 grupe atje dhe po bëhem gati të drejtoj edhe një tjetër. Kjo tokë u bë e famshme nga Krishti, i cili erdhi aty dhe po aty eci, mësoi dhe bëri mrekullitë e tij. Është një vend i mahnitshëm. Nëse keni njohuri për shtrirjen e tokës së shenjtë, e dini se mes përmes saj është një lum që njihet si lumi Jordan. Në pjesën veriore të tij, 30 vite më parë, kishte 2 liçene të vegjël. Një prej tyre është tharë plotësisht tani dhe ka mbetur vetëm një. Është deti i Galiles. Ka 3 lumej të mëdhenj që burojnë nga veriu, nga malet, të cilët zbresin deri në detin e Galiles e më pas vazhdojnë në pjesën jugore të tij në lumin Jordan dhe gati 108 kilometra për gjatë rrjedhës deri në detin e vdekur. Këto vende janë arsyeja pse është e lehtë të lëvizësh në gjithë kombin e Izraelit brenda një jave, duke vizituar detin e vdekur, Kapernaumin dhe vende të tjera. Unë pra, fillova të përshkruaj si qendrën e vendit lumin Jordan dhe në skajin verior është deti i Galiles. Në skajin jugor është deti i vdekur ku derdhet lumi Jordan. Po t'jetonit në kohën e Krishtit dhe do të donit të zbrisnit në Jeruzalem, që është rreth 32 kilometra nga Jeriko, do ta bënit këtë rrugë më këmbë, udhtim që do të zgjaste për disa ditë. Dhe po të donit t'i binit shkurt, për të shkurtuar kohën, do të kalonit në krahinën e Samaris. Por për të shkuar në jug, një jude do të donte ta shmangte plotësisht zonën e Samaris, sepse samaritanët njiheshin si racë e përzier. Njerëz që nuk e kishin të pastër përjardhjen, pra nuk ishin izraelit të pastër. Për këtë arsye, ata konsideroheshin si të përjashtuar. Po a them gjitha këto sepse sot dua t'ju flas për një histori që gjendet tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 4. Nëse keni Biblën me vete, shikoni tek Gjoni 4 dhe do të gjeni atje se Jezusi nuk e shmangu territorin e Samaris, por kaloi përmes tij. Ai ishte tërpluhur, ishte i lodhur dhe i jetur, kështu që u ndal pranë pusit. Dhe pranë këtij pusi, ai takon një grua. Ky dialog aty është shumë i pazakontë. Së pari, Bibla na thot se sa ishte ora, dhe kjo është e rëndësishme të kuptohet sepse zakonisht të gjitha gratë e fshatit shkonin herët në mëngjes për të marrë ujë tek pusi. Por pse kjo grua samaritane, e cila takoi Jezusin këtu, ishte i vetmi person që ndodhej në atë vend në ato orë të ditës? Ndërsa historia vazhdon, ne mund të themi se ajo ishte një grua nga bota. Ndoshta sot ne do ta quanim prostitut. Ajo ishte një person që të gjitha gratë e tjera e shmangnin dhe e përbuznin. Nuk ishte miqësi me asnjërin prej tyre, sepse ishte një grua me reputacion të keq, nga që kishte qenë shumë herë e martuar. Po të lexoni historinë, do të shihni që sapo ata fillojnë të diskutojnë nëse ajo ka burr apo jo, ajo thotë se nuk ka. Zoti u përgjigj duke i thënë se as burri me të cilin ajo po jetonte në atë kohë nuk ishte bashkëshorti i saj. Menjëherë,
gruaja e kuptoi se po ballafaqohej me një profet. Jezusi dinte gjithçka për të, dhe ajo donte të dinte se si ishte e mundur kjo gjë. Ajo nuk e kishte takuar, madje nuk e kishte parë kurrë atë njeri. Dhe Jezusi i shpjegoi asaj me detaje se si ajo ishte duke pritur Mesian, të premtuarin, që do të vinte e do të shpengonte Izraelin, dhe i tha se ajo e kishte Mesian para syve të saj. Ai ishte Mesia, Krishti. Pikrisht, ai që po fliste me të, ishte Krishti, Mesia. Këtu kemi disa gjëra të habitshme, le të themi. Së pari, ajo ishte një samaritane, një e dëbuar nga shoqëria, dhe me qëra fjala, pjesa e dytë e rëndësishme është se ajo nuk ishte judease. Po të kthehemi pas në kohë, do të shohim lutjet e burrave judej të asaj kohe, do të shohim se çdo ditë lutjet ishin të tilla. Të falenderoj Perëndi për këtë dhe këtë, dhe pastaj ata thonin, të falenderoj Perëndi që nuk jam një grua. Pra, kjo grua ishte thjesht e dëbuar nga shoqëria dhe asnjë burr që kishte respekt për veten nuk do të ndalej të fliste me të në atë orë të ditës e për më tepër t'i kërkonte ujë. Kështu, gjatë këtij procesi, ne shohim shumë gjëra të pazakonta. Para së gjithash, shohim që Jezusi ishte atje dhe nuk kishte as pak paragjykues për gruan samaritane, dhe sigurisht nuk ishte as pak i shqetësuar nga fakti që ajo ishte grua. Kështu, përballet me të dhe i zbulon se ai është Mesia, i premtuari që ajo ishte duke pritur. Jezusi i zbulon historinë e saj dhe Bibla na thot se ajo ishte aq e mahnitur sa që vrapoi të kthehej në fshat për t'u treguar të gjithëve për njeriu që i kishte treguar gjithçka që ajo kishte bërë në jetë. A ishte e mundur që ai të jetë Mesia që ne kemi pritur? Tha ajo. A ishte ai Mesia që do të vinte? Unë mbushem me gëzim kur shoh reagimin e saj. Shumë shpesh ka ndodhur që kur Jezusi bekonte dikë apo shëronte dikë ose dëbonte demon prej dikujt, ai person vendoste ta ndiqte atë. Por ka ndodhur gjithashtu, si në rastin e lebrozëve, që njerëzit largoheshin edhe pa e falenderuar. Ka nga ata njerëz që ecin të gëzuar në rrugën e tyre dhe nuk janë as pak falenderues apo mirënjohës. Por her pas here, kur dikush shërohet apo gjen mbështetje, ai dëshiron të ndjek Krishtin dhe thot se dëshiron të jetë me të për të parë mrekullitë të tjera dhe për t'u bekuar përmes pranisë së tij. Shohim në këtë histori një grua që ishte aq e gëzuar, saqë dëshiron ta ndajë lajmin e saj dhe të bëhet një dëshmi. Unë shpresoj që ne të jemi fëmijët e Perëndisë e që shohim dorën e tij në jetën tonë, të mësojmë shumë prej saj. Ne e dimë se ai na bekon, na shëron dhe na do, dhe e shohim këtë në jetën tonë, ndërsa lexojmë fjalën e tij, ndërsa e njohim atë më shumë e ndërsa marrëdhënia jonë me të rritet. Dhe pikërisht ky takim me Jezusin është gjithçka. Një person nuk mund të shpëtohet nëse nuk takon Jezusin. Nuk ka asnjë emër tjetër midis njerëzve përmes të cilit njerëzit të shpëtohen, përveç emrit Jezu Krishtit. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për të ardhur tek Perëndia atë, përveç se nëpërmjet birit të tij, Jezu Krishtit. Nuk ka shpëtim, përveç se nëpërmjet Jezusit. Nuk ka shumë shpëtimtar, nga të cilët ne mund të zgjedhim një. Ka vetëm një shpëtimtar. Ka vetëm një person që ka fituar mbi vdekjen. Ka vetëm një person që është ngritur prej së vdekurish, përveç atyre që Krishti i ngriti në mënyrë të mrekullueshme, si Lazari për shembull. Ka vetëm një që mund të çojë në shpëtim, dhe ai është Jezu Krishti. Kjo grua takoi Jezusin dhe si rezultat zbuloi dhe gjeti Mesian, shpëtimtarin e saj. Është puna jonë këtu në tokë si fëmijë të Perëndisë të prezantojmë njerëzit me Jezusin, t'i drejtojmë ata të takojnë Jezusin, që Perëndia t'u zbulojë atyre se ai është Mesia, ai është i premtuari. Jezusi është shpëtimtari juaj. Ai i largon mëkatet tuaja dhe mund t'ju jap jetën e përjetshme. Prezantojini miqtë tuaj, të afërmit, fëmijët dhe fëmijët tuaj këdo tjetër me Jezusin, me qëllim që ata ta takojnë atë. Kjo grua samaritane pati privilegjin jo vetëm të takohej me Zotin Jezus Krisht, por edhe ta përhapte lajmin e mirë të shpëtimit të tij në të gjithë zonën ku ajo banonte.
Dhe kjo gjë funksionon për secilin prej jush sot. Ashtu si kjo grua nga Samaria, edhe ju mund të keni një lidhje personale me Jezus Krishtin dhe të shijoni lirinë e mrekullueshme që vjen nga marrëdhënia me të. Nëse keni pyetje për këtë temë apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.